12 grupe folklorike nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë marrë pjesë në Folkit, festivalin folklorik mbarkombëtar për fëmijë, organizuar nga Këshilli i Qarkut Korç në Parkun Kombëtar Turistik të Drilonit në Pogradec. Grupet pjesëmarrëse sollën në skenë kostumografin tradicionale dhe vallet burimore të trevave të ndryshme shqipfolse, duke krijuar një atmosferë të veçantë folklorike. Për koreografin e grupit folklorik të Pejës, Tasim Dajçi, festivalet të tilla janë të rëndësishme për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Këtu po shoh një ndryshim interesant. Valle burimore, si të stilizuar pak, po shumë bukur. Kanë ardhur në një formë që pëlqejnë nga gjithë njerëzit. Kështu që neve duhet punojmë për këtë punë, ta rrugë traditën tonë, se e kemi të mrekullueshme, i se që bota ka një kostum, Bashkë Shqipëria ka me qindra kostume. Edhe koreografi Maqedonas Filip Jakovlevski u shpreh se traditat folklorike të Ballkanit kanë shumë ngjashmëri, ndërsa ruajtja e tyre mbetet një sfidë në kohën e modernizimit. Mendoj se kemi shumë ngjashmëri në vallet, këngët dhe traditat tona. Kufit janë politik, por njerëzit gjithmonë shkëmbejnë kulturën me njëri tjetrin. Jemi popull të afërt dhe me shumë të përbashkëta. Trashëgimi i vlerave sot është më i vështirë për shkak të modernizimit, teknologjisë dhe përdorimit të telefonave. Pjesë e festivalit ishin edhe të rinj që sollën kostume të trashëguara brez pas brezi dhe valle tradicionale të krahinave të tyre. Është i familjes sime, është i trashëguar brez pas brezi nga stërgjishërit e mi. Ne mësojmë shumë valle tona në baletin ton, pra ne ushtrojmë shumë për to, sepse janë valle tradicionale, janë shumë të vështira, por na vjen një kohë shumë e gjatë, diku 2-3 muaj të mësojmë dhe i ruajmë traditat tona shumë. Kryetari i Këshillit të Qarkut Korç, Petrika Tollkuçi, u shpreh se festivali synon evidentimin dhe përcjelljen e traditës tek brezat e rinj, ndërsa synimi është që në të ardhmen aktiviteti të marrë për masa edhe më të mëdha. Evidentimi i traditave dhe folklorit, ngjyrave, këngëve, valleve që treva jonë dhe jo vetëm por gjithë Shqipëria ka dhe përcjellja e tyre nëpërmjet brezit të ri drejt ardhmes. Sot kemi një aktivitet mbarkombëtar, pasi sot marrim pjesë edhe të rinj nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova dhe shpresojmë që nesër në të ardhmen ta kthejmë në festival mbase edhe ndërkombëtar. Për më shumë se 3 orë, grupet pjesëmarrëse sollën për publikun valle, këngë dhe kostume tradicionale, duke e kthyer Drilonin në një festë të folklorit shqiptar.